Thonë Muhamedi alayhi salam, khayru dua, duaja më e mirë, dita më e mirë për më lut është duaja në ditën e Arafatit. Wa khayru ma qultu ana, edhe fjala më e mirë që kom thënë unë, thot Muhamedi alayhi salam, edhe krejt rasul para Muhammed alayhi salam është thënia la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo është thënia më e mirë që kanë thënë krejt rasullt në këtë ditë. Edhe njëherë, nuk ka ditë më të mirë për më lutë se sa ditë e Arafatit. Kështu që mos e lësha këtë mundësi, luto shumë, luto për vete, për prindrit e tu, për këtë musliman, luto Allahun azza wa jall me të udhëzu, luto Allahun azza wa jall me të mësu, luto Allahun azza wa jall me na drejtu këtëve në rrugën e drejtë, luto Allahun azza wa jall me na zbut zemrat tona. Nuk ka ditë më të mirë për dua se sa ditë e Arafatit. E lusëm Allahun azza wa jall me na bë prej muslimanëve të mirë.